Për protestën, Demalia tha që ka ndërhyrje nga jashtë. Greku iraniani është edhe një nga tezat e forta të zotit Rama, por lidhet padyshim dhe me pakënaqësi. Po në gjë që ka një organizim kjo proteste, nuk doli kjo kështu praf me aviona po vin nga jashtë, gjithë media ndërkombëtare thashë bo, gjithë kjo domon kur s'kishte asnjë gjë. Nuk është qendra e botës Vërneci sot. Qartë. Burimi. Edhe për Grëlandën nuk u bë kaq zhurmë. Burimi. Po. Nuk do të linjën për të mos kemë. Tulla e parë Demaliej, tulla e parë në demokraci nuk është ajo që thua ti ligji i pronave i tulla e parë në demokraci dhe prandaj ngrihen këta sot e ti s'do ta kuptosh, s'do ta shohësh. Asama. Tulla e parë në demokraci është rotacioni. Rotacioni. Nëse Berisha nuk arriti ta zgjedh dot ligjin e pronave, nëse Rama po ashtu jo, po të kesh një rotacion. Je si ke Berberi. Si ke Berberi. Ai që e zgjidh qëndron, ai që zgjidh qërohet. Sot rotacioni do marri si me fshes, do marri Netanyahu në shtator. Rotacioni do marri si me fshes Kongresin Republikan. Kjo është tulla e parë. Po ne kemi bë kaq vjet rotacioni. O zotëri, ne kemi bë kaq vjet kemi bë rotacion kemi bë kaq vjet, po nuk ndryshon rrota. Ktu është problemi, ne sillemi në rreth vicioz dhe këte kanë frikë prapun se do vim prap në rreth vicioz. Sepse ne nuk e kemi as kulturën e shtetformimit dhe as kulturën e demokracisë. Dhe nëse ti je dakord Gabosh. No, sipas teje, me qëse nuk zgjedhet gjëja me rotacion, duhet të ketë rotacion, përse e zgjidhi Trumpi problemet që ngrinte se kishte Amerika me Bidenin, pse e zgjidhi Macroni problemet që kishte Franca me Sarkozyn dhe me Hollandin, të dhe ne jemi shumë të shgënjur me Macronin. Po kjo është rotacioni, kjo është demokracia. Çdo 4 vjet e provon, e ndryshon, por ku në Shqipëri, ty Rama ta bllokoi mekanizmin e rotacionit. Fal shtëpisë së bardhë, dje me zotin Biden që bënte Berishën non grata, sot me Trumpin që e heq non gratën. Kjo është, prandaj shkritur rinia, s'dua të gjoj as zvërnec, as prona, as gjë, as shejtan. Rotacioni. Tani, për ato teorit konspiracioniste, unë jam pragmatik, është rezultati. E diti që dhe Bashkimi Evropian thuhet, edhe me prova, që është krijuar si një konspiracion i CIA-s më 1928 që bler Schumanin dhe Monen CIA, në mënyrë që ta kishe Evropën nën kundër. E ku ti bëhet vonë? Ku ti bëhet vonë te origjina? A kemi sot një bëhet? Ku ti bëhet vonë se çfarë është një popull të ngrihet? Rusi, Amerikan, Kinezi, Iraniani, apo Hëna, apo Marsi? Mua sot kjo më intereson. A i lum njerëzish në rrugë që po i tregojnë klasë politike më mos e bëni, sepse i të nxjerrë presionin. E disa njerëz 3 dekada gjysmë, po ju shporthejnë, ju marrin mbar. E para kur thu gjithë popullin në rrugë, nuk është gjithë popullin në rrugë. Sa janë Demalia? Sa Hajde mban më tepër. Nuk mban më tepër. Për mua kanë qenë më shumë. Për mua kanë qenë më shumë. Po gjithsesi s'duat përfshijmë. Jo. Adoni 20. Adoni 20. Adoni 20. Ado 20. Ado 30. 20 çfarë? Sa doni më dha? 30.000 protestues, a doni? Po s'ka rëndësi dhe njerë motivi. 20.000 e ka. Duan mua ka qenë 50, ndoshta edhe më shumë. 50.000 për mua. 50.000, ora keni konceptin e shifrës. 50.000 duhet mushet nga sheshi Nën Tereza deri ke bulevardi i ri të rrin njesh. Po shifë me shifë se. Po çfarë folni me 50.000? Po jo se bie 8 kilometra, më është 8 kilometra i gjatë.
Mirë. Mirë, nese. Dakor, se s'dua Nuk po përfshirë di. unë. Tash, Jepini ju. E diti sa milion protestues janë sot në Amerikë, në gjithë qytetet kundër Trumpit? Dhe shpret me votë. Tash ti, jo Gens. Problemi është, ore, me çfarë me kanë? Po kene me kur? Po kjo, të më them, rotacion. Po ku vjen? Rama thot, se nuk di nisë në qëro, po qëroje, rotacioni, qëro. Ore, pse thu ti, ore, po prit mërlatash, edhe dëgjoj ka herë, se s'du se me zip komunikojmë. Problemi është jam dakord, duhet qërohen. Problemi është si do të qërohen, sepse me ligj, me kushtetut, ai ka 83, ti prap do shkosh në parlament, prap do shkosh ke politika. Në sistem. Nuk qohet njeri pse vjet ti thu qëro dhe tash unë po qërohem. Jo më la, ka marrë mandat. Kemi shku në votime, i ka njohë gjithë Europa votimet, unë ka marrë mandat. Pse dalin 10.000 vetë? O ma leta mbaroj më gënë sa i panurushëm i mos u dridh. Po në Ukrainë, s'kishe marrë në 2014? Me Kalashnikov rëzuan. Ai në Ukrainë, i kishe marrë mandatin ai demokratikisht. Kur zonja Nulandë, departamenti ishte të Fleti një gazetar, vetë me prova. Në 2014, presidenti i Ukrainës ishte demokrat, e zgjedhur demokratikisht. E shfarrosën, e qëruan. A ti kjo në Gens. O jam në me studio që ti e, o Gens, dëgjoj më letë maroj, dëgjoj i herë. Se jam studio mund bërtas më shumë. O Gens, dëgjoj më mëso, dëgjoj. Le të vëllë që ka vota. Kuruan ta, e qërojnë. Shisa, po s'më letë maroj, po më letë maroj më Gens. Tash ti, si do që të vi puna, zgjidhe do tjetë politike. Pra, po të them këte, që pse dalin, me që po përmend botën, ti e manë shumë mirë men, protestën e minatorëve me theshë. 18 muaj ka netë. Blokun Londrën. I rahu. Nuk dha dorëheqje. Nuk dha dorëheqje. Ta të vrasje. Jo. I vrau, more. Po pra, i vrau. Wikipedia, i vrau, more. Po pra, dhe nuk e hoqi njeri theshërin. Po i nuk e hoqi njeri theshërin. Këtë periudhë, more. O zotëri, po dëgjoj më burr, po dëgjoj dhe ti. Sigurisht. Kush në I vrau, që dhe mi minatorët, i vrau! Nuk bëhet biseda kështu, se ajo nuk e ligjoj mirë. Ai na dëgjon shumë. Po jo, ma nuk bëhet biseda. Ne kemi pak vonesë. Është komunikimi. Ta bëjmë me radhë, se kemi na vjen zëri me pak se kemi vonesë. I vrau, e hoqën theshërin? Po edhe Erdogani i vrau. Tani do përshkruaj. Vetëm ta bëjmë me radhë, se kemi 3 sekonda vonesë, na vjen zëri jot. Do lufti.